në fund të ditës kalojmë me një lloj amnistie në thonjza që mund të jepet këtyre personazheve, sepse më falni që po them. Për 5 milion euro. Po futem edhe unë, po e bëj 2 vjeçar brenda. Po, edhe më pas. Ose bën 5 vjet brenda, por ama siguron jetën. Koncepti duhet të jetë tjetër. Koncepti duhet të jetë këta njerëz të dënohen. Po, të bëjnë dënime me burg, po çfarë është kryesore, duhet konfiskimi i parave. Sekuestrimi, po. Parave të janë vënë në bazën e korrupsionit dhe abuzimit të pushtetit. E qartë. Mirë, i kalojmë tek tjetër çështje sepse jemi në fund të kohës. Do ndalim te çështja e drogës, e cila tashmë është një nga ato pika të cilat po i mshohet fort nga faktori ndërkombëtar pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ti vetë si ke parë arrestimin e Nicola Maduros? Ka disa pikpamje për sa i përket arrestimit të Nicolas Maduros. Do të dim çfarë çështje do mbajmë. Në çështje do mbajmë çështjen e një kryetari shteti, pra kemi të bëjmë me cënim të territorit të sovranitetit të një vendi, të pavarur, që është Venezuela. Që nga faktori ndërkombëtar i disa shteteve, kryesisht flasim për BRICS-in, pra botën ruse dhe aleatët e Rusisë, e quajnë si diçka të palishme. Në qoftë se do të rikthehemi variantit amerikan, ishte gjëja më e mirë që mund të ndodhte. Pse? Do të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e njohin regjimin e Maduros. Do të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës njohin opozitën e shtetit Venezuelës. Do të kemi parasysh faktin që kemi të bëjmë me një shtet i cili është demokraci jo e konsoliduar. Pra, më përpara Maduros ishte regjimi i Hugo Chávezit. Maduro, kush ishte në fund të ditës? Ishte një shofer autobusi, një militant, i cili u përzjodh vetë nga Chávezi dhe ju dhan çelësat e presidentës venezueliane. A është i korruptuar Maduro? Absolutisht që po. A është i lidhur Maduro me kartelet e drogës? Absolutisht që po. A është Maduro autokrat? Absolutisht që po. A është Maduro, nëse mund ta themi në të lloj raste, implikuar drejt për drejt dhe nëpërmjet gruas së tij me kartelet e drogës, e cila ishte gjyqtare? Po. A ishte problem Maduro për Amerikën? Jo. Qartë. Ku u bë problem Maduro për Amerikën? Maduro u bë problem për Amerikën sepse e para, po flasim për vendin i cili ka rezervat më të larta të naftës në botë. Maduro u bë i rrezikshëm për Amerikën sepse dyfishoi çmimin e naftës. Maduro u bë i rrezikshëm për Amerikën sepse mori në territorin e tij mbrojtjen antiraketore ruse. Maduro u bë i rrezikshëm sepse mori dronet kineze. Por do të kemi parasysh diçka për sa i përket Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1820, në presidencën e Monroe, shfaqet diçka e cila quhet doktrina Monroe. Pra flasim në vitin 1820, gati 200 vite më përpara. Përpara 200 viteve u përcaktua dhe u sankcionua që gjeoinfluenca amerikane do jetë e palëkundur brenda kontinentit amerikan. Diçka të cilët Amerika ka treguar shumë më përpara. Pra kemi të bëjmë me rastin e Kilit në vitet 80, ku ishte president Allende, i cili ishte komunist. U rrëzua Allende dhe erdhi Pinocheti. E njëjta gjë ndodhi edhe në Brazil, ndodhi edhe tashmë në Venezuelë. Do të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump e përcaktoi tek intervista e shkurtër në avion. Radhën e ka Kuba edhe Kolumbia nga ana tjetër. Po çfarë do të thotë kjo? Pak a shumë nuk është se kemi të bëjmë me diçka të jashtëzakonshme. Doktrina Monroe është zëvendësuar me doktrinën Donroe. Pra është përdorur emri Donald Trumpit dhe është bërë Donroe. Nëse do kemi parasysh raportin e sigurisë kombëtare të shpallur në dhjetor të 2025-ën, pikërisht për këtë gjë fliste, rikonfirmimin e kësaj doktrine dhe dominimin e Amerikës në kontinentin amerikan. Nuk është vetëm çështja e Venezuelës, është çështja e Kubës, e Kolumbisë, por ama kemi edhe territorin në veri të globit, i cili është territori i Groenlandës. Pra po flasim për një vend i cili është me 57.000 banor, ku Amerika i ka bazat e veta dhe kërkon që ta marrë si pjesë të sferës së saj të gjeoinfluencës. Unë gjykoj se jemi në një moment të rëndësishëm për sa i përket vendosjes së statusit të rendit të ri botëror. Po, Amerika rikonfirmohet dhe një herë
në krye të kontinentit amerikan si fuqia e parë. Por ama mund të kemi edhe një diell, sepse ka diçka tjetër, cilën ja vlen ta përmendim në të lloj raste. Nëse justifikohet veprimi që bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt Maduros, atëherë çfarë pengon dhe Rusin që të justifikoj dhe ajo veprimet e saj që të bën në Ukrainë? Çfarë pengon edhe Kinën nga ana tjetër që të synojë për gjë influencën e saj për sa i përket territorit të Azisë Juglindore? Pra, kryesorja është jemi në një çast shumë jetësor për sa i përket politikës, gjeopolitikës globale. Jemi në rivendosjen e fuqive klasike në këtë rast, do të kemi parasysh që pak a shumë gjysmën e dekadës së shekullit të 20, edhe modernitetin, këto 25 vitet, 26 vitet tashmë, duke qenë se jemi në vitin e ri, kemi të bëjmë një dominim të Shtetet e Bashkuara dhe të Rusisë nga ana tjetër, pikërisht vazhdon i njëjti format. Thjesht kësaj rast kemi edhe një aktor të ri, pra kemi 3 fuqi ndërkombëtare. Është Shtetet e Bashkuara, është Rusia, është edhe Kina. A është diçka e re? Jo. A kemi të bëjmë me konventa ndërkombëtare të shkelura? Ndoshta, varen nga perceptimi të cilin ne si politolog ose si studiues të politikës duam t'i japim në fund të ditës. Por ajo çfarë është e sigurt që po ndodh në këto momente është fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shteti më i fortë në botë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë hegemonia globale. Do të kemi parasysh për sulmin që u zhvillua ndaj Maduros. Kemi të bëjmë me dronet që ishin kineze, kemi të bëjmë me sistemin antiraketor ndaj avionëve i cili ishte rus. Pra, po flasim për një sulm të përkryer të zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili zgjati 47 sekonda dhe me 0 humbje jetësore. Kjo ja vlen të përmendet. Pra, mënyra taktike se si veprojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është thjesht fenomenale, edhe i tregoj botës që me amerikanët nuk bëhet shaka. E qartë, mirë. Rei, ne kemi arritur në fund, të falenderoj për gjitha informacionet që ndave sot me mua. Shumë faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Mirë, të nderuar televizionistët, po mbyllim këtu këtë pjesë të parë, do të bëjmë një pushim të shkurtër, më pas kalojmë direkt në pjesën e dytë.